Çfarë ka rezervuar universi për ju më 22 gusht 2026? Një ditë e re, një energji e re dhe ndoshta një kthes që nuk e prisni. Për disa shenja, 22 gushti sjell mundësi në dashuri. Për të tjera lajme financiare. Ndërsa një shenjë mund të përballet me një vendim që mund të ndryshojë rrjedhën e ditëve në vazhdim. Por kujdes, jo çdo gjë që duket si rastësi është vërtet rastësi. Cila është shenja që do të ketë më shumë fat? Kush duhet të ruhet nga konfliktet? Dhe cilës shenjë mund t'i vijë një mundësi e papritur përpara ose dashuri? Qëndroni deri në fund, sepse shenja juaj mund të ketë pikërisht mesazhin që po prisnit. Dashi. 22 gushti nis me një energji që të shtyn të veprosh. Mund të ndjesh se disa gjëra nuk mund të presin më dhe se është momenti për të marrë një vendim. Në punë dhe në çështjet financiare, mos u nxit. Një mundësi interesante mund të shfaqet, por duhet të analizosh para se të thuash po. Në dashuri, nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keqkuptim të mbledhur prej ditësh. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur nga dikush që nuk e kishin harruar plotësisht. Këshilla e ditës. Mos lejo padurimin të bëjë të humbasësh një mundësi të mirë. Demi. Për Demin, kjo ditë sjell nevojën për qetësi dhe siguri. Mund të jesh duke menduar shumë për paratë, familjen ose një vendim që lidhet me të ardhmen. Mos u shqetëso për atë që ende nuk ka ndodhur. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ti. Nëse je beqar, një njohje e re mund të nisë në një mënyrë krejt të zakonshme, por të marrë një drejtim interesant. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet impulsive. Diçka që duket si blerje e vogël mund të bëhet një shpenzim i panevojshëm. Këshilla e ditës, stabiliteti që kërkon fillon nga vendimet e vogla. Binjak. Binjakët hynë në këtë ditë me shumë mendime dhe ide. Komunikimi është pika juaj më e fortë sot. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një informacion që ju hap një derë të re. Në punë, dikush mund të vërejë aftësitë tuaja dhe t'ju ofrojë një mundësi që nuk e prisni. Mos e nënvlerësoni veten. Në dashuri, fjalët kanë më shumë peshë se zakonisht. Nëse ke diçka për të thënë, thuaje qartë, por pa e kthyer bisedën në debat. Këshilla e ditës. Një fjalë e thënë në momentin e duhur mund të ndryshojë gjithçka. Gaforja. Për gaforën, 22 gushti është një ditë më emocionale. Mund të rikthehen kujtime ose mendime për një person nga e kaluara. Por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet të kthehesh pas. Në familje, dikush mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde. Në dashuri, çiftet mund të afrohen më shumë nëse lëm më një krenarin. Financat kërkojnë kujdes. Mos merr përsipër një detyrim vetëm sepse dëshiron të ndihmosh dikë tjetër. Këshilla e ditës, të kujdesesh për të tjerët është bukur, por mos harro veten. Ëni. Luani është ndër shenjat që mund të ndjej më shumë energji dhe vetbesim gjatë kësaj dite. Mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe dikush mund të bëjë një kompliment ose propozim që nuk e prisje. Në punë është momenti i mirë për të treguar aftësitë tua, por pa u përfshirë në konflikte të panevojshme. Jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Në dashuri, një person mund të përpiqet të afrohet. Nëse je në lidhje, një moment romantik mund të rikthejë emocionin. Këshilla e ditës, vetbesimi të hap dyer, por modestia të mban brenda tyre. Virgjëresha. Virgjëresha mund të ndjejë nevojën për të vendosur rregull në jetën e saj. Ka diçka që e ke shtyr prej kohësh dhe 22 gushti mund të jetë dita kur vendos ta përfundosh. Në punë, përqendrimi yt do të jetë i fortë. Mund të zbulosh një gabim që të tjerët nuk e kanë vënë re. Në dashuri, mos kërko për sosmërinë. Nëse je beqar, një person që në fillim nuk të duket shumë interesant mund të surprizojë me karakterin e tij. Këshilla e ditës. Jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të qenë e bukur. Peshorja. Peshorja kërkon ekuilibër, por sot mund të gjendet përballë një zgjedhjeje. Dy mundësi, dy njerëz ose dy rrugë mund të bëjnë të mendohesh gjatë. Në dashuri, mos lejo që frika nga ndryshimi të mbajë në një situatë që nuk të bën më të lumtur. Beqarët mund të kenë një takim interesant. Në financa mund të marrësh një lajm pozitiv, por rezultatet më të mëdha kërkojnë durim. Këshilla e ditës. Kur zemra dhe mendja nuk bien dakord, dëgjo të dyja para se të vendosësh. Akrepi. Akrepi mund të përjetojë një ditë të fuqishme emocionalisht. Intuita është veçanërisht e fortë dhe mund të kuptosh diçka pa pasur nevojë që dikush ta thotë drejt për drejt. Në dashuri, një sekret ose një vërtetë e pathënë mund të dalë në sipërfaqe. Mos reagoni menjëherë me zemërim. Në punë, ruaj informacionet e rëndësishme për veten.
Jo të gjithë njerëzit rreth teje duhet të dinë planet e tua. Këshilla e ditës. Intuita mund të tregojë drejtimin, por vendimin duhet ta marrësh me qetësi. Shigjetari. 22 gushti sjell për shigjetarin një dëshirë të fortë për ndryshim. Mund të ndjesh se ke qëndruar shumë gjatë në të njëjtën situatë, dhe se tani është momenti të bësh një hap përpara. Një udhëtim, një takim ose një bisedë mund të të japë një ide të re për të ardhmen. Në dashuri, nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë siguri nga ti. Mos e shmang një bisedë serioze vetëm sepse nuk dëshiron tension. Beqarët mund të njohin dikë përmes miqve ose në një ambient ku nuk kishin plan të qëndronin gjatë. Në financa, mund të kesh dëshirë të shpenzosh për diçka që të pëlqen. Mendo 2 herë përpara se të bësh një blerje të madhe. Këshilla e ditës. Ndryshimi është i mirë kur vjen me një plan. Britsjapi. Britsjapi do të fokusohet e puna, përgjegjësitë dhe ardhmja. Mund të kesh shumë gjëra për të përfunduar, por sot duhet të dallosh atë që është vërtet e rëndësishme nga ajo që mund të presë. Një person me ndikim mund të vërejë për kushtimin tënd. Edhe nëse nuk merr me njëherë një shpërblim, përpjekjet e tua mund të japin rezultate më vonë. Në dashuri mund të dukesh pak i ftohtë sepse mendja të është te problemet praktike. Partneri mund të ketë nevojë thjesht për pak më shumë afërsi. Beqarët mund të tërhiqen nga një person serioz dhe i qëndrueshëm. Në financa, dita favorizon kursimin dhe planifikimin. Këshilla e ditës. Mos e mat suksesin vetëm me atë që fiton sot. Shiko edhe atë që po ndërton për nesër. Ujori. Ujori mund të marrë një lajm që ndryshon mënyrën se si e shikon një situatë. Një informacion i ri mund të bëjë të kuptosh se diçka që e mendoje të pamundur është në fakt më pranë realizimit. Në punë, idetë tua mund të bien në sy. Mos ki frikë të propozosh diçka ndryshe. Pikërisht mënyra jote origjinale e të menduarit mund të jetë avantazhi yt. Në dashuri, një marrëdhënie mund të hyjë në një fazë më të sinqertë. Nëse je beqar, mund të ndjesh një tërheqje të fortë ndaj dikujt që nuk përputhet me tipin tënd të zakonshëm. Financiarisht, shmang premtimet përpara të shpejta. Këshilla e ditës. Mos u përpiq të përshtatesh me një rrugë që nuk është krijuar për ty. Peshqit e përjetojnë 22 gushtin me shumë ndjeshmëri dhe intuit. Mund të ndjesh atmosferën e njerëzve përreth dhe të kuptosh kur dikush nuk po të tregon të gjithë të vërtetën. Në dashuri, kjo mund të jetë një ditë e rëndësishme. Një bisedë e sinqertë mund të afrojë 2 njerëz që kohët e fundit janë larguar emocionalisht. Nëse je beqar, një person nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh. Në punë, mos lejo emocionet të ndikojnë në vendimet profesionale. Dëgjo këshillat, por vendimin final merre vetë. Financat kërkojnë maturi. Një shpenzim i vogël sot mund të duket i parëndësishëm, por kujdesi do të të ndihmojë të ruash ekuilibrin. Këshilla e ditës. Mos e injoro intuitën, por verifiko faktet përpara se të marrësh një vendim. Mesazhi i universit për 22 gushtin. Kjo ditë nuk ka të bëjë vetëm me fatin. Ka të bëjë me zgjedhjet. Dikush do të marrë një vendim që e ka shtyrë prej kohësh. Dikush tjetër mund të marrë një mesazh që nuk e priste. Ndërsa për një shenjë, një mundësi e vogël mund të bëhet fillimi i një ndryshimi shumë më të madh. Mos harroni, horoskopi është një mënyrë reflektimi dhe argëtimi, jo një parashikim i sigurt i së ardhmes. Dhe tani pyetja është, cila shenjë do të jetë më me fat më 22 gusht? Shenja më me fat e 22 gushtit 2026. Luan. Luani duket se merr energjinë më të favorshme të ditës. Mund të ketë një mundësi të papritur në dashuri, një lajm pozitiv në punë ose një takim që hap një derë të re. Nëse je Luan, kushtoj vëmendje njerëzve që do të takosh sot, sepse një bisedë e zakonshme mund të kthehet në diçka shumë më të rëndësishme. Numri me fat 8. Ngjyra ari. Fjala e ditës, mundësi,